Frika nga punët e zemrës. Prej punëve të zemrës është edhe frika. Dije vlla im, Allahu të mëshiroft ty dhe mua, se Allahu e ka bërë obligim frikën ndaj tij dhe ka thënë: Juve, ju ka frikësuar vetëm djalli me simpatizuesit e vet, por ju mos ju friksoni atyre. Friksohuni mua nëse jeni besimtar. Surja Al Imran 175. Vetëm prej meje duhet të friksoheni. Surja Al Bekare 40. I ka lavdëruar Allahu ata që i friksohen atij. Allahu ka thënë: me të vërtet, ata që prej frikës së madhe ndaj Zotit të tyre friksohen nga dënimi i tij, dhe ata që besojnë në argumentet e Zotit të tyre, dhe ata që nuk i bëjnë shok Zotit të tyre, dhe ata që japin nga ajo që u është dhënë atyre, e zemrat e tyre janë të friksuara, me që do të kthehen te Zoti i tyre. Ata nxitojnë në vepra të mira dhe për to i kalojnë të tjerët. Surja Muminun 57-61. Hasan el Basri ka thënë: kanë punuar për Allahun punë të mira dhe përpiqunin në të, dhe friksoheshin që ato t'ju kthehen mbrapsht të mos i pranohen. Aisha, Allahu qoftë i kënaqur me të, e cila ka thënë: e kam pyetur të dërguarin e Allahut për këtë ajet të Kuranit. Edhe ata të cilët nga ajo, pasuria që u jepet, japin dhe u dridhen zemrat. Ka thënë Aisha: a janë ata që pinë alkool dhe vjedhin? Tha i dërguari Allahut alayhi selam: jo bija e të sinqertit Ebu Bekrit, por ata janë që agjerojnë, falen, i japin lëmosh. Këta janë që friksohen se nuk do të pranohet prej tyre. Ata shpejtojnë të bëjnë vepra të mira dhe në atë prinë. Allahu frikën ndaj tij e ka bërë një nga qëllimet e të dërguarve. Allahu ka thënë: ne, pejgamberët, i dërgojmë vetëm si përgëzues dhe qortues. Surja Nam 48. Muhamedi alayhis salam e ka mbledhur popullin e tij në kodrën Safa dhe ka thënë: nëse ju them se pas kësaj kodre ka kuaj, a do të më besoni? I thanë: po, asnjëherë nuk na ke gënjyer. Tha: unë jam qortues për ju. Dijeti vlla, Allahu të mëshiroft ty dhe mua, se frika ndaj Allahut ka fryte të mëdha në këtë botë dhe botën tjetër. Prej tyre është shkak i forcimit në tokë, shtimit e imanit dhe qetësisë. Allahu ka thënë: mos besimtarët u thoshin pejgamberëve të tyre: do t'ju përzëm nga vendi ynë, ose do të ktheheni në fen ton, kurse atyre Zoti i tyre u ka kombëtuar: ne patjetër do t'i shkatërrojmë nizorët dhe pas tyre do t'ju vendosim në tokë. Ajo është për ata që i trëmben daljes para meje dhe kërcënimit tim. Surja Ibrahim 13-14. Ringjalle punën e mirë dhe sinqeritetin në të. Allahu ka thënë: ne ju ushqejmë vetëm për hir të Allahut, nuk dëshirojmë prej jush shpërblim as falënderim. Ne friksohemi nga Zoti ynë atë ditë kur do të ngrysen dhe të errësohen fytyrat. Surja Insan 90. E bën njeriu të jetë në hijen e arshit të Allahut. Ebu Hurejra transmeton se pejgamberi alayhis salam ka thënë: Allahu në ditën e llogarisë do të thotë: ku janë ata që kanë dashur njëri tjetrin për hir të madhërisë sime? Atë ditë ata do të jenë në hijen e Allahut, ku nuk do të ketë hije tjetër pos hijes së tij. Po ashtu kemi hadithin e pejgamberit alayhis salam: 7 persona Allahu do t'i marrë në flladin e tij atë ditë, kur nuk do të ketë hije përveç hijes së Allahut. Ata janë sundimtari i drejtë, njeriu që është rritur në ibadet dhe i është nënshtruar Allahut, njeriu zemra e të cilit është lidhur për xhamin që nga dalja prej saj e deri në ardhjen e sërish me të falë namazin e radhës. Dy njerëz që duhen mes vete, e shoqërohen dhe ndahen për hir të tij, dhe kështu kanë kaluar deri në vdekje. Njeriu që vetmohet në ibadet dhe meditim, dhe ashtu në vetmi duke përmendur Allahun, sytë e tij lëtojnë. Njeriu që i vardiset një grua e bukur, ai përgjigjet: unë i friksohem Allahut, sunduesit të botrave. Dhe njeriu që ndan sadaka fshehurazi, ashtu që dora e majt mos e di çka bën e djathta. Muhamedi alayhis salam ka thënë: ishte një njeri që i kishte bërë keq vetes, dhe kur i arriti vdekja i porositi fëmijët e tij, që kur të vdes t'ia djegin trupin dhe pastaj ta lënë në erë, se vallahi nëse Allahu ka caktuar për mua dënimin,
do të më dënoj dhemshëm që askënd para meje nuk e ka dënuar ashtu. Por sa vdiqja çuan amanetin në vend, e Allahu e urdhëroi tokën dhe i tha: "Grumbulloi atë", edhe ajo e bëri. E ja që ai që ndronte në këmbë, Allahu e pyeti: "Çka të shtyu ta bësh këtë?" Tha: "O Zot, nga frika prej teje." Dhe Allahu ja fali. Muhamedi alayhi salam ka thënë: "Vërtet malli i Allahut është i shtrenjtë, vërtet malli i Allahut është xheneti." Allahu ka thënë: "Ai i cili i friksohet Zotit të vet, do të ketë 2 kopshte." Surja Rahman 46. Ka ardhur në hadithin kutsi: "Pasha madhërinë time nuk do t'ja bashkoj robit tim 2 frika dhe 2 siguri, nëse më frikohet në dynja, e siguroj në ditën e gjykimit, e nëse nuk frikohet në dynja, e frikoj në ahiret." Allahu ka thënë: "I friksohem Zotit të vet, i cili sundon me ata dhe veprojnë ashtu si urdhërohet." Surja Nahl 50. Allahu do t'jetë i kënaqur me ata, por dhe ata do t'jenë të kënaqur me të. Ajo është për atë i cili ka pasur droj nga Zoti i vet. Surja Bejin 8. Metodologjia e ibadetit në mes të frikës dhe shpresës. Dije vëlla, se ibadeti vërtet do e mos duhet të ketë në vete frikën dhe shpresën, ashtu sikurse nuk është i drejtë ibadeti vetëm me shpresën, kështu nuk është i drejtë vetëm me frikën. Muhamedi alayhi salam hyri tek një iri i cili ishte afër vdekjes dhe i tha: "Si po e gjen veten?" U përgjigj: "Shpresoj në Allahun dhe frikohem për mëkatet e mia." Muhamedi alayhi salam tha: "Nuk bashkohen në zemrën e robit, sikurse në këtë rast, përveç se Allahu do të t'i adhurojë atë që shpreson dhe do ta sigurojë nga ajo që frikohet."